sikur një ftohje, një grip i zakonshëm që e kalon secili individ vjen në këtë sezon është gjithçka normale. Mirë po ndonjëherë këto zgjaten dhe është me rëndësi edhe të bëhet dallimi se kur është ftohje, kur është grip, kur duhet me fillu me marrë medikamente apo me u lajmëru te mjeku mos me u bë vonë. Kjo është një pyetje jashtëzakonisht e mirë dhe ka keq kuptime dhe keq përdorime të terapisë në këto raste. Kur thojmë ftofje, ne kuptojmë një infekcion me parainfluenza virus që janë të ngjashëm me virusin e gripit, i cili ka disa shenja të tjera. Do thotë, kur them për parainfluenza, ftofje nuk kupton një rruf apo një rrjedhje të hundëve, një grithje lehtë e fytit, një gjendje jo bash e mirë, një lodhje që zgjat 2-3 ditë. Edhe mund të ketë temperatura subfebrile, do të thonë 37 me 8, 38, 38 me 5, po jo më të larta. Dhe me një paracetamol, pa ndonjë terapi tjetër dhe me një regjim pushimi 1 ditor, 2 ditor, kalon. Por influenca është një diçka tjetër, është gjendje gripale, e cila ka simptome paksa më serioze, edhe shkakton përpos dhimbjes së fytit, shkakton dhimbje të muskujve, të nyjeve, një lodhje të përgjithshme, kollitje, do të thonë një gjendje e keqe e shëndetësore e personi i cili e ka, edhe cilja përhapet jashtëzakonisht lehtë. Edhe zgjat deri në 7 ditë, ndonjëherë edhe më tepër, nëse ne nuk pushojmë. Pa terapi tha 7 ditë, me terapi 1 javë. Po, kjo është e vërtetë. Fatkeqësisht ende përshkruajnë antibiotik nga individ, edhe personat vetë i marrin antibiotik, shpesh ndodh thotë doktor, unë kam filluar antibiotik se kam marrë këtë antibiotik se e nisha vetën keq edhe më duket që kam bë mirë. Pa bërë një kontroll të mjeku. Pa një kontroll. Normal që s'ka bë mirë që ka marrë antibiotik se thjesht si ka ndihmu? Nuk i ka ndihmu asgjë, e gjendja ka vazhduar edhe më atje, edhe sigurisht që ajo terapia më e mirë është regjim pushimi. Edhe ne këtë nuk e respektojmë për shkak se vazhdimisht jemi në vrap, vazhdimisht jemi në angazhime të ndryshme profesionale, familjare, kështu me radhë, e nuk kemi kohë me pushu. Periudha 5 ditë, 7 ditë me pushim jashtëzakonisht ndihmon organizmit të rekuperohet. Në marrja e langjeve, paracetamolës, nëse ka komplikime në raste të tilla, atëherë sigurisht duhet me dhënë antibiotik, duhet më konsultu specialisti pulmologu edhe fillon trajtimi. Mirë po ndonjëherë duke neglizhu, duke thënë se më kalon vetë, krijon edhe komplikime dhe ndonjëherë shkaktojmë dëme më shumë duke mos u lajmëruar te mjeku. Kur është ai limiti që s'bën me kushte shtëpie, por duhet lajmëruar te profesionisti? Po, unë mendoj që dikun deri në 5 ditë maksimum duhet prit që situata të përmirësohet. 5 maksimum 7 ditë ndoshta duhet të përmirësohet, nëse edhe porosia ime ka qenë çdo herë te pacientët që nëse nuk e ndjen veten mirë, edhe temperatura vazhdon, përkundër paracetamolit e kështu, edhe kollitja, domethënë përkeqësohet, atëherë patjetër duhet të kërkohet ndihma e specialistit pulmolog ose mjekut familjar, i cili është më i afërt, i cili do të ordinon terapi të caktuar, cila është e dobishme për këto situata. Mos të lejojmë të vjen deri te pneumonia, e cila është një komplikacion serioz i gjendjes virale, gjendjeve gripoze dhe shkakton probleme edhe shkakton një zgjatje të mjekimit.